Kam pas shoqe, ama ka hik menja, jo bashkë si shoqe, e kam qyrë ka herë. Okej, pyetja më parë është kjo. Çka po mendon, a ekziston një shoqëni e vërtet mes mashkullit dhe femrës? Kur, Pse? s'ka shans. Te shqiptari e ki fjalën. Po. Jo kur, s'ka shans. A ki shoqe te, a ke pas ndonjëherë? Kam pas shoqe, ama ka hik menja, jo bashkë si shoqe, e kam qyrë ka herë, si me thonë, Sone për veti kam shok ngusht. Edhe nuk menoj që mujnë me pas ndaj mendim tjetër shokte me për mua. ama unë fola si mashkull, jo si femën. E si mashkull, përgjigja jote është? Jo, Jo, s'mundet me pasa. na, s'ka shans. Okej, a je largu ti veç prej në qëse- shoqe ftu, a ato janë largu prej teje, tash mu intereson. Jo, veç në qëse e martu, ma atër eksiston. Po. Në qëse e martu, në qëse e pa martu, jo. Se unë kam shoqe kam, ama i martu unë jam. Okej. A si beqar, s'besoj. E gruana e ki gjeloze. Jo, më s'kap që me ty jam të fol, me ty jam të fol. E po pas që dit me zgjedh, pra sa do e bukur që Në nga. realitet ajo më ka zjedh mu, se... Apo? Okej, nice, pro mirë. Me rëndësi ju pas ka ecë mirë. Mirë. Qa po menon, a mujnë me konë një shoqëni e mirë mes një djallit edhe një femnës? Besoj që po. A beson të një shoqëni e sinqert të djallit mes femnës? Pa tjetër po, nëse ka sinceritet. A ki shoqete? Për moment jo se s'le ngruja. Nuk le ngruja, nëse kishe pas shoqe? Qa kish thonë ngruja? Se di gjeloze. Gjeloze është shumë, a? Qysh me menaxhoni këtë pjesën e gjelozis? Ku e di? Menaxhoj disim. A pjalen gjithë gruja, sa e qka po thot që ashtu është, a? Ashtu ka ardhë koha. Po që ashtu është, shtot gruja, po. E këtë pjesën e TikTokit qa po menoni, apo shpenzojnë shumë korin janë TikTok? Besoj që po. A pse po menon që po rinë shumë TikTok? A janë edhe këto përfitimet, nashta reklamat? Se di. Nuk e din. Se kam e din.